Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga ëmbëlsirat më të thjeshta dhe me aromën më fantastike. Është revani me portokall, qëndroni me mua ta përgatisim bashkë pasi jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj. Për shërbetin ju duhet 400 gram sheqer, 500 ml ujë, 100 ml lëng portokalli të freskët, një fet portokalli dhe një fet limoni dhe vendosim të sjej. Ndërkohë përziem 5 vezë dhe 5 lugë sheqer. I përziem me rrahës elektrik derisa të na bëhet një masë kremoze dhe e verdha e vezës të ndryshojë ngjyrë. Ja kështu si po shihni tani në video. Pasi është gati, do vazhdoj me 2 lugë vaj, 100 ml lëng portokalli dhe 7 lugë gjelle me miell. Një pluhur fryrës, miellin e kalojmë te kjosita në mënyrë që të shmangim të gjitha kokrizat që mund të ketë mielli dhe do ta përziem me kujdes me një tel kuzhine, jo më me rrahës elektrik, derisa të bëhet një masë e njëtrajtshme. Në fund do shtojmë lëkurën e një portokalli. Tavën e pjekjes do ta lyejmë me vaj ose me gjalp sipas dëshirës dhe pjekim në 180 gradë për rreth 45 minuta, pjekja gjithmonë në varësi të furrës që keni. E presim me kujdes dhe e shërbetosim. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni like dhe të bëni subscribe, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. E shërbetosim, shërbeti i nxehtë dhe revania e ftohtë dhe e keni gati. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqen, mos harroni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Është kënaqësi për mua ta mësoj. Bashkë dëgjohemi në recetën e radhës. Faleminderit.